Fluksi i sezonit të verës ka nisur me mbi 1.3 milion turistë të huaj, të cilët kanë vizituar Shqipërinë. Për qershorin u regjistrua një rritje e lehtë me 1.6% më shumë vizitor nga shtetet e tjera krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, sipas të dhënave të Instat, ndërsa për gjysmën e parë të vitit kanë hyrë në Shqipëri mbi 5 milion shtetas të huaj, kryesisht nga vendet në kontinentin evropian. Në 98% të rasteve, arsyet e këtyre udhëtimeve drejt Shqipërisë gjatë muajit në fjalë kanë qenë për pushime apo vizita ditore, ndërsa mbi 20.000 të huaj kanë ardhur në Shqipëri për arsye profesionale, sipas raportit të institutit. Po ashtu, 66% i këtyre turistëve kanë qenë nga Europa jugore dhe lindore. Shqiptarët e Kosovës qëndrojnë në krye të kësaj liste me 437.000 vizitor gjatë muajit qershor, ndërsa turistët italianë mbeten besnik ndaj plazheve shqiptare me 136.000 vizitor nga vendi përtej Adriatikut. Në vendin e tretë dhe të katërt kanë kontribuar në fluksin veror dhe shtetasit nga vendet fqinje, Greqia dhe Maqedonia e Veriut, ndjekur më pas nga Polonia. Rritje kanë edhe shifrat nga shtetet e tjera europiane, ku vetëm nga Britania kanë hyrë 50.000 turistë, të ndjekur nga gjermanët, francezët me rreth 40.000 vizitor nga secili shtet. Afro 28.000 amerikanë po ashtu kanë vendosur që të kalojnë oqeanin për të kaluar disa ditë pushimesh në Shqipëri.